Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku ne vemi juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Lëvizja qytetare kundër qeverisë vijon për të 51 ditë radhazi në kryeqytet, ku mijëra protestues u mblodhën në bulevardin përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Organizatorët deklarojnë se protesta do të vazhdojë pa afat deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Rezistenca qytetare ka hyrë në ditën e 51 të saj, duke shënuar një nga protestat më të gjata të zhvilluara në 3 dekadat e pluralizmit në Shqipëri. Çdo mbrëmje qytetarët nga Tirana dhe qytete të ndryshme të vendit mblidhen në qendër të kryeqytetit ku shprehen pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë dhe kërkojnë ndryshim politik. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet në pandryshuara largimi i qeverisë dhe dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Edhe në ditën e 51 të protestës, mijëra qytetarë u bashkuan tubimit. Protesta nisi me grumbullimin e pjesëmarrësve në sheshin Skënderbej, nga ku më pas marshuan drejt kryeministrisë. Përpara godinës së qeverisë u mbajtën fjalime nga organizatorë dhe aktivistë, të cilët përsëritën akuzat në mazhorancës dhe kërkesën për ndryshim të menjëhershëm politik. Pas përfundimit të fjalimeve, marshimi vijoi në disa prej akseve kryesorë të Tiranës, ndërsa protestuesit shoqëruan lëvizjet me thirrje dhe sloganet kundër qeverisë dhe klasës politike. Gjatë tubimit u dëgjuan dhe thirrje për hetimin dhe përgjegjësinë ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë, ndërsa disa prej mesazheve u drejtuan edhe ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Organizatorët kombgulën se kjo lëvizje nuk do të ndalet dhe se qytetarët do të vijojnë të mblidhen çdo mbrëmje në shesh derisa sipas tyre të realizohen kërkesat e parashtruara. Pas 2 javësh mungesë, deputetët demokratë u rikthyen në sallën e Kuvendit duke përsëritur akuzat ndaj mazhorancës për mosmarrje parasysh të kërkesave të opozitës dhe rekomandimeve europiane. Seanca u shoqërua me debate të forta për ligjet e integrimit, reformën territoriale dhe numërimin e bashkive në hartën e re administrative. Pas një bujgoti 2 javor, opozita u rikthye në parlament, por pa ndryshuar qëndrimin ndaj mazhorancës. Demokratët kërkuan sërish shqyrtimin e amendamenteve të propozuara prej tyre, duke pretenduar se disa ligje bien ndesh me rekomandimet e institucioneve europiane dhe në kërkesat e protestave qytetare. Nga fërtorja e Kuvendit, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi shumicën se po injoron kërkesat e opozitës dhe të partnerëve europian për ndryshime ligjore. Bashkimi Europian, Komisioni Europian, Parlamenti Europian kërkon të anullohen dhe të amendohen. Protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare kërkon të anullohet. Debatet mes palëve u përshkazuan gjatë diskutimeve për rendjen e ditës, ku mazhoranca vendosi të shqyrtimin e projekt ligjit për shoqëritë europiane për seancën e ardhshme plenare. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Vendimi sodhi replika të forta nga opozita, ndërsa drejtuesi i seancës kërkoi ruajtjen e etikës parlamentare dhe shmangjen e gjuhës fyese. Mos të kaloni etikën parlamentare, mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit. Përplasjet vijuan edhe gjatë diskutimit për reformën territoriale. Demokratët akuzuan socialistët se janë tërhequr nga procesi dhe se po përgatisin një hartë të re administrative pa konsensus me opozitën dhe pa ekspertizën e institucioneve ndërkombëtare. Berisha pretendoi se projekti i mazhorancës synon uljen e numrit të bashkive nga 61, që janë aktualisht, duke përmendur disa zona që sipas tij rrezikojnë të preken nga ndryshimet. Një shpjegim vote kundër nga zoti Gazmend Bardhi. Ju flisin emrin tuaj, zotri. Kush e ka kërkuar shpjegimin e votës kundër? Zoti Berisha. 2 minuta shpjegim vote kundër, zoti Berisha. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve. Nga ana tjetër, mazhoranca hodhi poshtë këto pretendime. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Valla deklaroi se në seancën e ardhshme nuk do të ketë votim për reformën, por vetëm raportime mbi procesin, i cili do të vijojë me konsultime. Në datë 23 nuk do të ketë një votim, sepse nuk mund të ketë një votim. Do të ketë e para një raportim, mbi bazën e atij raportit, pastaj ka një proces i cili i përfshin komunitetet,
Procesi involvon Komisionin e Çështjeve Ligjore më pas, pasi të ke kaluar 60 ditë që detyron ligji për konsultën nga komisionet, në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar. Pavarësisht qëndrimeve të kundërta, demokratët këmbgulin se nuk do të mbështesin asnjë hartë të re territoriale pa një vlerësim nga Kongresi i Autoriteteve Rajonale dhe Këshilli i Evropës, ndërkohë mazhoranca kërkon vimin e procedurave sipas afateve të përcaktuara. Në ditën e 51 të rezistencës qytetare, protestuesit zhvendosën tubimin përpara parlamentit ku zhvilloi seanca e parafundit parlamentare. Përballë temperaturave të larta, ata tentuan tu dorëzonin deputetëve simbole proteste, por një perimetër i gjerë sigurie nga policia e Tiranës pengoi afrimin e tyre në godinën e kuvendit. Pavarësisht vapës fort, protesta qytetare vijoi edhe në ditën e 51, këtë herë përpara parlamentit, në një kohë kur deputetët zhvillonin seancën e parafundit të sesionit parlamentar. Dhjetra protestues u mblodhen rreth 2 orë para nisjes së seancës pranë godinës së kryeqytetit, duke tentuar të përcjellnin deputetëve një mesazh simbolik. Ata kishin përgatitur një kravatë dhe një vezë të personalizuar me emrat e 140 ligjvënësve, ndërsa marshimi i tyre drejt parlamentit shoqëroi dhe me tinguj këmborësh. Por aksioni planifikuar nga protestuesit nuk u realizua tërësisht. Policia e Tiranës ishte marrë masa të shtuara sigurie duke krijuar një perimetër të gjerë rreth godinës së kuvendit, çka bëri të pamundur afrimin e qytetarëve me deputetët. Forcat e rendit orientuan protestuesit drejt pjesës ansore të parlamentit dhe më pas ata u zhvendosën në zonën e pedonales, ndërsa deputetët vijuan hyrje në godinë nga rruga alternative përfshirë hyrjen pranë Akademisë së Shkencave. Në pamundësi për të realizuar përballjen e drejt për drejt me ligjvënësit, protestuesit bllokuan për disa momente rrugën George Bush, duke vijuar thirrjet dhe mesazhen kundër qeverisë. Gjatë kohës që deputetët hynin në kuvend, protestuesit hollën vezë në drejtim të automjeteve që futeshin në ambientin e parlamentit, pa qenë qartë nëse brenda tyre ndodheshin apo jo deputet. Tubimi vijoi më pas me thirrjen e protestuesve për tërhiqjen e qeverisë, ndërsa organizatorët kanë deklaruar se rezistenca qytetare do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një video mesazhi në rrjetet sociale lidhur me debatet për mjedisin, duke theksuar se Shqipëria kryeson Ballkanin Perëndimor në indeksin e performancës mjedisore 2026. Sipas tij, vendi rënditet i 46 në botë dhe ka shënuar përparimin më të madh në rajon gjatë dekadës së fundit. Rama u nda letët e protestat mjedisore, të cilat i cilësoi si tregues të ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka komentuar zhvillimet e fundit që lidhen me çështjet mjedisore, duke vlerësuar rezultatet e Shqipërisë në Environmental Performance Index 2026. Përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetet sociale, kreu i qeverisë tha se Shqipëria është rënditur e para mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 46 në nivel global, mes 177 shteteve të vlerësuara. Sipas tij, vendimi ka regjistruar gjithashtu progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Kryeministri u ndal edhe te protestat e organizuara së fundmi për mbrojtjen e mjedisit, duke deklaruar se ato përfaqësojnë një shenjë të emancipimit të shoqërisë shqiptare. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave, është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar, edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Megjithatë, Rama shtoi se protestat janë shoqëruar dhe me egzagjerime, manipulime dhe përpjekje për instrumentalizimin politik, por theksoi se kjo nuk e zber rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në debate që lidhen me mbrojtjen e mjedisit.
Pas paraqitjes në SPAK, lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi gjykatën kushtetuese se po vonon shqyrtimin e kërkesës së tij për masën e sigurisë. Ai komentoi gjithashtu dëshminë e ish-presidentit Bamir Topi në procesin Partizani, ndërsa çështja vijon të jetë nën hetimin e SPAK. Sali Berisha u paraqit në prokurin e posaçme, por pas daljes prej saj zhvendosi vëmendjen te gjykata kushtetuese, ndaj së cilës ngriti akuza për vonesa në shqyrtimin e kërkesës së tij për masën e sigurisë. Kreu i Demokratëve pretendoi se kërkesa e tij është depozituar rreth 10 muaj më parë dhe se gjykata nuk po respekton afatet ligjore për shqyrtimin e masave të sigurisë. Ajo është një piramidë mashtrimi e shembur dhe siç keni pa ju. Çdo dëshmitar ka bërë deklaratat në mënyrë të tillë që ka treguar se s'ka patur zero ndërhyrje, ka zbatuar ligjin. Gjatë prononcimit për mediat, ai komentoi edhe thirrjen si dëshmitar të ish-presidentit Bamir Topi në procesin gjyqësor të dosjes Partizani. S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj pro meje, sepse është faktuar, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Kreu Demokrat thanë se prej të paktën një viti mbajnë sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas tij kanë udhëtuar me biznesmen me një charter të veçantë nga Tirana në Aruba. Lidhur me Arubën figuron emri i Angela Agachit, Ergys Agasit dhe i Damianit që thot betohem. Betohu në Bibël, nuk pranoj mu të betojnë në Bibël. Ja krijova mundësinë, urdhoj ta dil këtu, të nxjerrin Biblën dhe betohu. Atë jo se ka qenë dhe NATO-s. Ndërkohë, procesi Partizani vijon në gjykatë ku SPAK akuzon Sali Berishën dhe dhëndren e tij Amarbër Maltezi së bashku me persona të tjerë për korrupsion lidhur me privatizimin e ish kompleksit sportiv. Sipas hetimeve të prokurisë së posaçme, vendimarrjet e marra gjatë kohës kur Berisha ishte kryeministër dyshohet se kanë favorizuar privatizimin e pronave të ish kompleksit Partizani, ndërsa ndaj Maltezit rëndon edhe akuza për pastrim parash që sipas SPAK lidhet me përfitimet e krijuara nga ky proces. Ish-presidenti Bamir Topi ka dëshmuar në procesin gjyqësor për dosjen Partizani, ku deklaroi se gjatë ushtrimit të detyrës nuk ka qenë objekt i asnjë presioni apo ndikimi të lidhur me privatizimin e ish kompleksit sportiv. Ai mohoi çdo ndërhyrje nga Sali Berisha, Amarbër Maltezi apo persona të tjerë të përfshirë në çështje. Topi u paraqit si dëshmitar në kuadër të hetimeve të SPAK. Procesi gjyqësor për dosjen e njohur si Partizani vijoi me dëshminë e ish-presidentit të Republikës Bamir Topi, i cili u paraqit në gjykatën e posaçme për të dhënë sqarime mbi veprimet institucionale të ndërmarra gjatë kohës kur ushtronte detyrën. Pas përfundimit të seancës, Topi deklaroi për mediat se gjatë mandatit të tij nuk ka qenë subjekt i asnjë presioni apo ndikimi në lidhje me procedurat që lidhen me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Kjo pronë e ushtrisë ka kaluar me planin e përhapjes qysh në gushtin e vitit 2007. Pra në atë kohë, kjo pronë nuk ishte më pronë e ushtrisë, por administrohesh nga strukturat administrative shtetërore dhe ishte futur në linjën e privatizimit. Plani i përhapjes në kuadrin e reformave kishte 3 dimensione. Dimensioni i parë ishte dimension politik. Pra e kishte qeveria, e kishte Ministria e Mbrojtjes për ta futur, për ta integruar me reformat e kërkuara. E dyta ishte ekspertizë, që ishte e shtabit përgjithshëm. Dhe këta vinin në një procedurë zyrtare, vinin tek presidenti për të marrë aktin juridik të firmosjes. Pra presidenti asnjëherë, sipas ligjit kushtetutës, nuk është marrë me përgatitjen. Sipas dosjes së prokurisë së posaçme, emri i Bamir Topit përmendet në lidhje me procedurat e zhvilluara gjatë viteve 2007-2012 për nxjerrjen e territorit të ish-klubit sportiv Partizani dhe planit të përhapjes së forcave të armatosura, veprime që më pas i hapën rrugë procesit të privatizimit. Në këtë kuadër, ish-presidenti u thirr në cilësinë e dëshmitarit për të sqaruar rolin institucional dhe procedurat e ndjekura gjatë periudhës kur drejtonte presidencën. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani vijon me shqyrtimin e provave dhe dëgjimin e dëshmitarëve të tjerë. Një konflikt për një detyrim financiar ka përfunduar me marrjen peng dhe dhunimin e një 28 vjeçari në Lezhë. Policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar si autor të ngjarjes, ndërsa ndaj tyre rëndojnë akuzat për heqje të palishme të lirisë, vetgjyqësi dhe dhunë.
Një 28 vjeçar ka rënë prej një sulmi të organizuar në Lezhë. U dyshohet se është marrë me forcë nga 3 persona dhe më pas është dhunuar. Ngjarja është zbardhur pas denoncimit të babait të riut, i cili u drejtua policisë pasi djali i tij ishte larguar me forcë nga disa persona. Pas marrjes së informacionit, shërbimet e policisë së Lezhës nisën veprimet hetimore, duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 3 të dyshuarve. Në prangë ranë 2 vëllezër dhe kushëriri i tyre, të cilët dyshohet se kanë organizuar dhe kryer sulmin. Sipas hetimeve paraprake, konflikti ka nisur për shkak të një pretendimi financiar. Të arrestuarit dyshohet se e kanë marrë me forcë 28 vjeçarin në një pikë karburanti në fshatin Derven, pasi pretendonin se ai nuk kishte shlyer pagesën për 2 automjete të marra me qira në subjektin që administrohej prej tyre. Më pas, të dyshuarit e kanë transportuar të riun drejt një tjetër karburanti në zonën e Shonkollit, ku dyshohet se e kanë dhunuar fizikisht dhe më pas e kanë braktisur në rrugë. I dëmtuari është dërguar në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku ka marrë trajtim mjekësor dhe më pas është larguar drejt banesës si jashtë rrezikut për jetën. Materialet hetimore janë dorëzuar prokurorisë së Lezhës, ndërsa 3 persona të arrestuar do të përballen me akuzat për heqje të palishme të lirisë, vetgjyqësi dhe dëmtime të tjera me dashje të kryera në bashkëpunim. Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest shtëpie për babë e birë të përfshirë në konfliktin e ndodhur në poliklinikën e qytetit, ku mbeti i plagosur një person. Gjatë shqyrtimit të çështjes, gjykata rrëzoi akuzën për vrasje të mbetur në tentativë, pasi hetimet nuk provuan se 18 vjeçari kishte përdorur thik. Të dy shprehën pendes duke deklaruar se ngjarja ndodhi në kushtet e gjaknxehtësisë. Gjykata e Shkodrës ka zbutur masat e sigurisë për 2 prej të përfshirëve në konfliktin e ndodhur në 16 korrik në ambientet e poliklinikës së qytetit, ku një person mbeti i plagosur. Në përfundim të seancës, trupa gjykuese vendosi masën e arrest shtëpie për babë e birë, pasi rrëzoi akuzën fillestare të vrasjes së mbetur në tentativë, duke vlerësuar se provat e mbledhura nuk mbështesnin këtë dyshim. Sipas materialeve hetimore, nuk është arritur të provohet se 18 vjeçari ka pasur me vete një mjet prerës gjatë konfliktit. Para gjykatës, të dy të dyshuarit shprehen pendes dhe deklaruan se përplasja ishte pasojë një debati të çastit që doli jashtë kontrollit. Por me masën e arrest shtëpie u la dhe Arben Kepoca, i cili po hetohet për veprën penale të armbajtjes pa leje. Sipas hetimeve paraprake, konflikti nisi për shkak të një mosmarrveshje për radhën e pritjes në poliklinikën e Shkodrës dhe më pas degeneroi në dhunë fizike. Ngjarja u zhvillua në prani të qytetarëve që prisnin të merren shërbim mjekësor, duke shkaktuar panik në ambient të institucionit. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave vijojnë. Vatrat e zjarrit janë aktivizuar në disa qarqe të vendit, duke përfshirë fush Arëzin, Prenjasin dhe zonën e Qafthanës. Ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe strukturave të emergjencës ka parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve, ndërsa autoritetet po hetojnë dyshimet për zjarret të qëllimshme. Temperaturat e larta dhe kushtet e thata kanë favorizuar shfaqjen e disa vatrave zjarri në zona të ndryshme të vendit, duke vënë alarm shërbimet zjarfikse dhe autoritetet lokale. Në territorin e bashkisë Prenjas, flakët u shfaqën në 2 zona, Rajc dhe Qukës. Ndërhyrja e ekipeve të emergjencës bëri të mundur izolimin e vatrave, ndërsa deri më tani nuk raportohet për dëme në banesa apo persona të lënduar. Pasojat janë kufizuar në sipërfaqe të prekura nga zjarri dhe dëme materiale. Një situatë problematike u regjistrua edhe në Qafthan, ku zjarri dyshohet se nisi pas djegjes së disa gomave. Flakët u përhapën me shpejtësi në zonën përreth, por ndërhyrja në kohë zjarfiksëve shmangu për shkallëzimin e situatës, ndërkohë autoritetet kanë nisur verifikimin për të identifikuar personat që mund të kenë qenë shkaktar të zjarrit. Një tjetër vatër aktive regjistruar në zonën e Iballës në Fusharës, ku zjarri përfshiu një masiv pyjor, u afrua pranë zonës së banuar të lagjes së Gere. Terreni i thyer malor e bëri të vështirë ndërhyrjen me mjetet zakonshme, duke detyruar banorët dhe punonjësit e shërbimit pyjor të angazhohen për disa orë në përpjekje për kufizimin e flakëve. Për shkak të përmasave të zjarrit dhe vështirësisë së terrenit, në operacion u përfshi dhe një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes, i cili ndihmoi në goditjen e vatrave të zjarrit nga ajri. Dyshimet paraprake janë se zjarri në zonën pyjore të Fusharizit mund të jetë shkaktuar qëllimisht, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar përgjigjesit. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal gjatë kësaj periudhe me temperaturat e larta, duke shmangur ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe duke njoftuar menjëherë shërbimet për çdo vatër të konstatuar. Vijoj me informacione nga Kosova.
3 shtetas nga Kosova të cilët ishin raportuar të zhdukur prej 2 ditësh janë gjetur pa shenja jete në një automjet të përmbysur në afërsi të Bllacës në Maqedoninë e Veriut. Viktimat u konstatuan nga policia dhe shërbimi i urgjencës, ndërsa autoritetet po hetojnë rrethanat e aksidentit. Për ngjarjen ka reaguar edhe ushtruesja e detyrës së presidentes në Kosovë, Albulena Haxhiu. Një aksident tragjik në Maqedoninë e Veriut i ka marrë jetën 3 shtetasve nga Kosova, të cilët prej ditësh ishin raportuar të zhdukur nga familjarët e tyre. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut bëri të ditur se viktimat u gjetën brenda një automjeti tip Mercedes me targa gjermane, i cili është përmbysur në segmentin rrugor që lidh pikë kalimin kufitar të Bllacës me Shkupin. Sipas autoriteteve, automjeti ishte zbuluar mbrëmjen e 19 korrikut, ndërsa efektivët e policisë të mbërritur në vend ngjarje konstatuan se 3 persona që ndodheshin në mjet kishin humbur jetën. Më pas, mjeku i urgjencës konfirmoi zyrtarisht vdekjet e tyre. Mes viktimave ndodheshin edhe 2 gra. Familjarët kishin denoncuar zhdukjen e tyre pasi kishin humbur kontaktet një ditë më parë. Sipas të dhënave, komunikimi i fundit me ta ishte zhvilluar mbrëmjen e 18 korrikut, kur ndodheshin në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Autoritetet maqedonase po vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e aksidentit dhe për të përcaktuar shkaqet që çuan në daljen e automjetit nga rruga. Për ngjarjen reagoi dhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, e cila shprehu ngushëllimet për familjet e viktimave dhe e cilësoi humbjen e 3 qytetarëve nga Vushtria si një tragjedi e rëndë. Të nderuar teleshikues, në vim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 21 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në zonat malore lindore priten zhvillime të vranësirave, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshje të shkurtra shiu dhe ndonjë shtrëngat të izoluar. Në pjesën tjetër të territorit moti mbetet i qëndrueshëm. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare në relevet malore lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Gjatë pasdites priten rreth 10 deri në 11 dhjetor me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 37 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 33 gradë. Peshkopi 19 deri në 31 gradë. Tiranë 25 deri në 36 gradë. Durrës 26 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 24 deri në 36 gradë. Berat 24 deri në 37 gradë. Korç 18 deri në 29 gradë. Vlorë 26 deri në 33 gradë. Gjirokastër 20 deri në 31 gradë. Sarand 26 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 21 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të dominohet nga kthjellime dhe intervale me diell, ndërsa gjatë pasdites priten zhvillime të vranësirave që lokalisht do të sjellin rreshje shiu dhe shtrëngata të izoluara, kryesisht në pjesën perëndimore dhe malore të territorit. Paraditja do të ketë mod kryesisht të thjellët, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave me rreshje të izoluara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 29 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:14 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 17 deri në 28 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 27 gradë. Skënderaj 17 deri në 28 gradë. Pej 17 deri në 28 gradë. Prishtinë 17 deri në 28 gradë. Gjakov 18 deri në 29 gradë. Malishev 18 deri në 29 gradë. Gjilan 17 deri në 28 gradë. Ferizaj 17 deri në 28 gradë. Kaçanik 16 deri në 28 gradë. Suharek 17 deri në 29 gradë. Prizren 18 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.